Çfarë keqi shtrihesh ashtu ti atje apo apo jo? Dhe ty do t'ik mandati, po se ka vure që del nga një studio në studio tjetë për të bojt lubim ti. Me leke bën ti atë, ti paguesh. Ti e avokati paguri Belinda Ballukut. Si ky tjetër me radhë. Jo, ju do të prishni parlamentin për ramen, po parlamenti nuk prishet kur. Parlamenti është i qytetarëve, është i sovranit. Parlamenti do e mbrojë qytetarët. Dhe ti zotëri që rrim të mrapa, e kupton apo jo? Edhe që e regulon vetën si ti të ngjasish Edi Rams, a e ti që e bën një figurë me urryra e parlamentit, i e bërë, ta themun ty jam thonë, sepse e shohin që ju po mbroni hajdutët. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Ka marrë 2 herë kohën, pra nga 2 minuta, 4 minuta. Si o Niko? Ta përfundoj fjalën. Okej. Zonja Evis Kushi. Është mirë në fakt që ju kam shumë afër për t'ju thënë që sa më shumë s'ka nevojë të më mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Po të mbrojnë. Po edhe këtu. Zoti Berisha, lironi mikrofonat. Ju lutem, lironi mikrofonin dhe merrni fjalën për replik pas zotit Bito. Gjojnë shqiptarët. Është e vërtetë që unë jam i paguhem nga qytetarët shqiptarë për të përfaqësuar. Tani drejt për drejt ju pyes. Sy më sy ju pyes. Kush ju ka paguar që naftën t'ja jepni Serbisë me që sot flasin për Kosovën? Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptar, minorenët shqiptar, ti përdorni mish për top, duke i quar në protesta për të hedhur molotov, për të dhënë të lloj shembulli mbi qytetarët shqiptar, për të dhënë të lloj shembulli ndaj rinisë shqiptare. Sy më sy dhe përballë, përgjigjuni sot se kush ju ka paguar që të bëni suflezat mbi Shqipërinë. Unë jam Ardit Bido, i zgjedhur nga qytetarët shqiptar. Ju jeni lënë në opozitë dhe do të mbeteni jo në opozit, po do të zhdukeni me votën e shqiptarve, sepse të zeza që i keni bërë këtij vendi nuk i shlyeni dot jo në këtë jetë, po as në jetën tjetër. Replik zoti Berisha pas. Mos dini se edhe ju shohin familjarë tuaj, miq tuaj që mbroni hajdut. S'keni nevojë të mbroni këta. Lerni, e pat. I pat do më thënë se çfarë janë në gjendje të bëjnë. Qytetarë dhe qytetare, vetëm ju jeni zgjidhja, vetëm ju jeni shpresë e shqiptarëve. Këta janë në panik të tmerrshëm. Përsëritën dje 22 shkurtin e 91-shit. Dëgjoni miq. Me 22 shkurt në 91-shit, sigurimi shtetit qelloi dhe ekzekutoi tek dera e shkollës bashkur një oficer policie, një të ri. Dhe thanë se oficerin e policisë e qelloi një person me fjatë të bardhë dhe ishte konkretisht Azem Hajdari. Mirë po, Azem Hajdari atë ditë ishte në Devol dhe të gjithë postbloqet e policisë e vërtetonin që ka qenë në Devol. Të ndjerin Lulzim Syllulari e vrau vetë qeveria për të akuzuar opozitën. Dje çfarë bën këta? Ku është ta? Ja, ty si Rama duhet të tani, se ti aty tani jam thonë. Çfarë bën këta? Akuzuan Belin Ballukut, akuzuan
akuzuan Belim Kliçin se organizoi kryengritjen. Jo se atë se akuzoni dot ju se ajo u ka në dorë ju, e dizi u bën ju apo jo. Ajo u bën pet ju, po ju kur ngrihet tani, kur ngrihet ajo dhe më thot, në nxjerr rregulloren për një fjalë që unë përdora edhe ta përfundoj fjalën. Shqipe, unë mund thoja dhe dollapt, po fundin nuk thash dollap, po thash një fjalë tjetër që të kuptohet nga qytetarët. Atëherë dhe për këte ngri ju të sulmoni, edhe për këte. Pra, dje ju akuzonit Belim Kliçin në një kohë kur ai po drekonte në Michigan me një përfaqësues të shquar të diasporës shqiptare. A e kuptoni çfarë paniku të merri keni ju? A e kuptoni ku keni rënë ju mor? A e dini që jeni kohë të fundit të ekzistencës suaj, sepse meritoni të zhdukje. Meritoni zhdukje dhe qytetarë shqiptarë, këte parlament do ta mbyllin një minutë më parë. Fjalën e ka zonja Sara Milan, pas zoti Ervin Hoxha. Zonja Topalli, kishit kërkuar? Pas tyre ty. Juve e morët zonja Zhupa dhe Kryetar, me qënë se këto fjalët janë normë dhe rregulloria nuk po respektohet, madje ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sa po tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë, e me qënë se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturia vetë. Kontrolloni fjalorin. Po pra, Zoti Hoxha, Zoti Ervin Hoxha e ka fjalën. Sugjeroj, thot sa më shumë Molotov. Ore, jenë të reziti apo si jenë të rezit? Qa sugjeron ti Molotov? Ku jeti këtu? Qa do me thënë kjo? Si sugjeron ti Molotov? Është vepër kriminale të sugjerosh Molotov. Faleminderit. Berish, zoti replika dhe zoti Berisha replik dhe zoti Muçi replik. E morët ju. E kishit fjalën. E kishit. Është e drejta juaj ta mbani fjalë. Po. Të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë debat. Këta janë mashtrues dhe për Edi Ramën janë në gjendje të bëjnë çdo deklarat, çdo mashtrim, janë në gjendje të pështyjnë mbi vetën e tyre të bëjnë gjithçka. Asnjë polici plagosur. Ja u tregoj unë historinë. Shkova në urgjencë. Kishin dhënë komunikatën se janë 17 policë. Asnjë. Nxirrni një gërvishtje, nxirrni një plagosur, gënjeshtar, përkundrazi, i gjuajtet me pluma, gomen, kokë, të cilat janë letal në kokë, i gjuajtet me snajper protestuesit, kurse për të rit t'janë të merri juaj, prisni se është fillimi, ata do u groposhin ju. A ju që të keq trajtuat të rit me qëllim, ju që keq trajtuat me një urrëtie të jashtëzakonshme të rit në protest, prisni zemërimin e tyre, se absolutisht ju do pësoni atë që se mendoni kur, do merrni atë që meritoni nga trit. Ç'është kjo urrëtie mor? Keni mbush qelin me 12 adoleshentë, sepse sipas jush adoleshentët s'duhet protestojnë, po duhet rrinë në shtëpi, s'duhet ju urrejnë, po duhet ju ndërtrokasin. Jo, rinia shqiptare është zgjuar, do t'u fshin ju, sepse ju jeni ata të cilët qëndronin në themel të vjedhjeve tyre të mërshme
të varfrimit mjerimit tyre dhe flet tip kishit vu në komandë njeriu që ka lanë kap